Hello, mister. How are you? Kjo është mënyra që ka zgjedhur tekniku kuqeblu Thomas Brdarić të shkojë në konferencën e prekëndeshjes. Dinamo City është kundërshtari i rradhës për vllaznin dhe një rivali drejt për drejt për vendin e dytë. We know about the importance of tomorrow's match. Ajo që konsideroj të rëndësishme është se kemi patur kohën e mjaftueshme për t'u përgatitur për ndeshjen me Dinamon. Duhet të tregojmë potencialin që kemi si skuadër përballë këtij rivali. Duhet të mësojmë nga gabimet e bëra në të shkuarën. Jemi të vetëdijshëm për situatën ku ndodhemi dhe duam mbështetjen e tifozëve. Vllaznia do të vuajë në këtë përballje mungesën e mbrojtësit Melos Bajrami. Yes, Melos is missing due his red card. Bajrami mungon për shkak të kartonit të kuq. Lojtarët duhet të tregohen të vëmendshëm dhe të mos ndëshkohen me kartona të tillë që mund të na ndryshojnë planet në mes të ndeshjes. Sidoqoftë kemi lojtarë mjaft të mirë në ekip, të cilëve mund të besojmë në këtë ballafaqim. Vllaznia Dinamo City do të luhet ditën e shtunë në orën 15:30 në stadiumin Loro Boriçi, ndërsa çiftet e tjera të javës së 34 të Abisnet Superiore janë Elbasani Bylis, Skënderbeu Tirana, Teuta Laçi dhe Partizani Egnatia.